Shqipëria nuk ndalet sepse kemi hyrë në një fazë vendimtare. Një fazë vendimtare që dje mori një shtysë të re në Bruksel, ku jo vetëm hapëm të gjithë kapitujt e negociatave, por jemi të çmuar me notat më pozitive. Jemi të çmuar posaçërisht pikërisht për atë që mallkohemi non-stop nga ata që sot po më fusin në një borxh shumë të madh me këtë pamje spektakolare që po më ofrojnë. Pikërisht për drejtësinë, pikërisht për reformën drejtësi, pikërisht për pavarësinë e drejtësisë, pikërisht për respektin ndaj asaj pavarësie dhe pikërisht për faktin që nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori lufton me korrupsionin, nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori heton pa dallim, nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori ka vendosur në të njëjtin nivel me pushtetin legjislativ dhe pushtetin ekzekutiv edhe flamurin e pavarësisë së pushtetit drejtësisë, kjo jo vetëm është merita ekskluzive e Partisë Socialiste të Shqipërisë, por nga ana tjetër botërisht dihet se Partia Socialiste e Shqipërisë është edhe garantja ekskluzive e asaj pavarësie. Parafytyroni vetëm për një moment se si do ta përplasnin për muri drejtësinë e pavarur ata që për momentin dhe për një kohë të gjatë do vazhdojnë të përplasin vetëm veten.